Java ndërkombëtare e mësimit të muzikës është një festë që organizohet çdo vit në javën e 3 të marsit dhe bashkon mbi 750 shkolla muzikore dhe organizata të ndryshme në mbar botën. Ata ofrojnë mësime 30 minutë shëfalas për studentët e rinj, duke inkurajuar të gjithë, nga fëmijët tek të rriturit, të eksplorojnë ndikimin e muzikës. Është një kohë kur muzikantët dhe mësuesit zgjerojnë pasionin e tyre tek fillestarët, duke shpresuar të ndezin dritën e zhvillimit në rrugtimin e tyre drejt muzikës. Java shërben për një qëllim mjetësor për ta bërë muzikën më të aksesueshme për të gjithë dhe për të nxjerrë në pa përfitimet e saj. Edukimi muzikor nuk ka të bëjë vetëm me të mësuarit e notave dhe ritmeve. Ai gjithashtu ofron avantazhe terapeutike, rrit aftësitë sociale dhe rrit mirëqenien e përgjithshme emocionale. Duke hapur dyert për nxënësit e ri, java ndërkombëtare e mësimdhënies së muzikës i ndihmon individët të zbulojnë këto përfitime. Pse të festoni diçka të tillë? Muzika na bashkon, shërben si një urlidhje kulturore dhe përmirëson cilësinë e jetës sonë. Vincent James, themeluesi i javës ndërkombëtare të Teach Music dhe organizatës së tij Keep Music Alive, thekson këtë pikë. Ata ndrojnë për një kohë ku të gjithë kanë mundësinë të mësojnë muzikë, e cila mund të jetë një mjet i fuqishëm për zhvillimin personal dhe komunitetin. Kjo javë e veçantë është mënyra e tyre për të siguruar që edukimi muzikor të vazhdojë të rritet dhe të prekë më shumë njerëz çdo vit. Java ndërkombëtare e mësimit të muzikës filloi si një iniciativë e organizatës jo fitimprurëse Keep Music Alive të Vincent James dhe Johan Pier Domenico, të cilët e themeluan. Misioni i tyre ishte të nxjerrin në pa ndikimet pozitive të edukimit muzikor dhe të inkurajonin pjesëmarrjen e gjerë në mësimin e muzikës. Java festohet çdo vit gjatë javës së 3 të marsit dhe filloi në vitin 2014. Ngjarja fitoi shpejt akses inkurajues duke u bashkuar me shkollat e muzikës, organizatat e tjera në mbar botën për të ofruar mësime muzikore falas. Kjo nisëm synon të reduktojë barrierat për nxënësit e rinj dhe të nxjisë një dashuri për muzikën tek njerëzit e të gjitha moshave. Gjatë gjithë javës, pjesëmarrësit mund të angazhohen në aktivitete të ndryshme. Kjo festë jo vetëm që promovon mësimin dhe vlerësimin e muzikës, por gjithashtu mbështet komunitetin muzikor, duke inkurajuar më shumë njerëz të fillojnë ëndrrën, pasionin apo thjesht një eksplorim muzikor. Si të festojmë javën ndërkombëtare të mësimit të muzikës. Bëhuni në një mendje me një instrument. Pse të mos e nisni javën ndërkombëtare të mësoni muzikën duke marrë një instrument të ri. Zhytuni në botën e muzikës me një mësim fillestar për diçka klasike si piano ose arqigjon sa baterit. Dyqanet e muzikës lokale në mbar botën organizojnë një festë me sesione prezantuese falas, ku mund të realizohen marrëveshje apo bashkëpunime. Organizohet një takim muzikor. Mbledhni miqt ose komunitetin tuaj për një sesion muzikor. Pavarësisht nëse jeni një këngëtar me përvojë apo dëshironi të jeni pjesë e muzikës sepse është pasioni juaj. Kjo është një mundësi e mirë. Është një mënyrë e shkëlqyer për të mësuar nga njëri tjetri dhe për të krijuar një grup. Kush e di, ju mund të jeni hiti i radhës në tregun muzikor. Nëse tashmë dini të luani muzikë, pse të mos i jepni një mësim falas një miku ose një antar i familjes. Ndarja e aftësive tuaja mund të frymëzojë një muzikant të ri dhe t'i ndryshojë ditën, plus që është edhe një mënyrë argëtuese për të lidhur me një dashuri të përbashkët për meloditë. Realizoni një turne në një shkollë muzikore lokale dhe shikoni se ku ndodh magjia. Shumë shkolla organizojnë open house gjatë kësaj jave, duke ju dhënë një vështrim më intim në ritmin e përditshëm të edukimit muzikor. Është një panoramë e përsosur për fëmijët e të rriturit që ndrojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre muzikore. Këto sugjerime synojnë ta bëjnë javën ndërkombëtare të mësimit të muzikës një sukses melodioz. Duke u angazhuar në këto aktivitete, ju do të pasuroni jetën tuaj me muzikë dhe do të mbështesni ata që e mësojnë dhe e krijojnë ata. Java ndërkombëtare e mësimit